Shikues Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Top Talk Economy, unë jam Angelo Aruni. Këtë javë emisionin e nisim me një pyetje drejtuar për gjithë ju. A do të shkoni të jetonit në fshat, nëse qeveria do t'i jepte 100.000 euro? E po me sa duket është një pyetje që po bëhet edhe në Maqedoninë e Veriut. Atje ka një nismë shumë konkrete e cila synon që të ripopullojë zonat rurale. Të shpopulluara ashtu sikurse edhe në Shqipëri, janë disa vende në fakt të cilat aplikojnë programe të ngjashme në mënyrë që të nxisin të rinjt dhe jo vetëm të kalojnë një jetë sërish në këto zona dhe pse jo të bëjnë biznes duke rikthyer dhe rigjallëruar ekonomitë e këtyre zonave. Do të kalojmë përpara se të prezantojmë me të ftuarit e sotëm një paraqitje shumë të shkurtër grafike. Sigurisht që në Shqipëri të dhënat na mungojnë se sa janë sot banorë në zonat rurale. Censi i fundit nuk e përfshinte një klasifikim të tillë. Megjithatë, është shumë e lehtë të themi që ndër ata qindra mijëra shqiptarë të cilët në këto dekada janë larguar nga vendi, pjesa dërmuese e tyre sigurisht që vinë nga këto zona rurale. Sot, rasti i Maqedonisë së Veriut ofron deri në 100.000 euro për gjithë ata që deri në moshën 40 vjeçare të cilët duan që të kalojnë jetën sërish në fshat. Kushtet dhe kriteret që përfshihen janë duhet të jenë deri në 40 vjeç, të celebruar, të merren me aktivitet bujqësor për 10 vite në të kundërt paratë që do t'i jap shteti, do detyrohen që t'ia shlyejnë sërish mbrapsht, deri në 6 milion denar në ciklin e një projekti 3 vjeçar, që përkthehet afërsisht në 98 deri në 100.000 euro, dhe mbështetja do të jetë deri në 80% e kostove të pranueshme. Cilat janë ato? Për ndërtim apo rindërtim të objekteve, në këtë rast të shtëpive, për blerje makinerish, toke ose edhe baktish. Ka disa vende të cilat aplikojnë në mënyrë të ngjashme programe të tilla. Italia për shembull në programin e famshëm të shtëpive 1 euro, kryesisht në fshatra si në zonën e Sicilisë, por kushti është që do të rinovuar banesa brenda 3 viteve, zakonisht variojnë çmimet deri në 30.000 euro, por i drejtohet si vendasve ashtu edhe të huajve si program. Në Serbi është një program i cili tani më prej vitesh po aplikohet, shtëpi në fshat me kopsht ose me baçe, le ta themi ndryshe, deri në 10.000 euro është granti të cilin t'i jep qeveria serbe. Deri më sot në vitet që është aplikuar kanë 16.000 përfitues, burra, gra dhe fëmijë në 3.250 shtëpi të blera. Nga ana tjetër edhe Greqia ka programe të ngjashme, i tillë është ai në fshatin Antikithera, banesa jepet falas, gjithashtu edhe një bonus për 500 eurosh në çdo muaj për 3 vite dhe i drejtohet kryesisht jo të gjithëve për ata të familjeve të cilët kanë një profesion të caktuar si zanatçi, fermer, peshkatar e tjerë. Sot këtë diskutim kam kënaqësinë që ta bëj në studio, me mua është zonja Mirilda Tili, gazetare, dhe njëkohësisht edhe kolegu Armend Pire, gazetar. Ju falenderoj shumë që jeni të dy pjesëmarrës, do diskutojmë më gjerësisht, por fillimisht dua që të kalojmë në Maqedoninë e Veriut. Atje për të marrë më shumë informacion se çfarë ndodh me këtë nismë konkrete. Me mua në një komunikim të drejtë për drejtë nga Shkupi është gazetarja Fatlume Dervishi. Fatlume, të përshëndes edhe të falenderoj shumë që je me mua sot. Përshëndetje Angelo, përshëndetje për të gjithë shikuesit e Topit, ju faleminderit për këtë lidhje. Tani, ky lajmi ka ardhur tek ne, ka bërë shumë zhurmë, të themi të drejtën. Është një pyetje mjaft interesante që ngrihet. 100.000 euro do i jetojë në fshat. Por reagimi atje tani, teksa jeni edhe vetë persona të cilët i drejtohet kjo thirrje. Si ka qenë? Sa realist është si nismë apo sa pritet që të konkretizohet? Reagim bëri, sidomos në portale, në mediat sociale, sepse njerëzit kur dëgjojnë për 100.000 euro, mendojnë se 100.000 euro qeveria do t'i jap ashtu si dhuratë. Megjithatë, kushtet tregojnë që nuk do të jetë shumë e lehtë për të marrë këto 100.000 euro, sepse janë kushte kryesisht që synojnë të ripopullojnë fshatrat në një farë mënyre. Reagimet janë të mira, sidomos nga bujqit të cilët thonë se duhet sa më shumë që qeveria të investojë në këtë drejtim, të investojë në zonat rurale për të populluar ato, dhe sidomos t'i bëre më herët një krahasim me Shqipërinë. Ato thonë që nëse dikur Maqedonia ka qenë lider në rajon sa i takon në prodhimeve bujqësore dhe zhvillimit të bujqësisë, sot shumicën e farave dhe të embrioneve i marrim nga Shqipëria, gjë që nuk ka ndodhur më herët. Megjithatë, ka edhe anë negative të cilët të bujqit zakonisht i vendosin në pas, sidomos për shkak se fshatrat e ne mbeten jo të zhvilluara nga aspekti infrastrukturor. Besoj se një gjendje është edhe në Shqipëri, në shumicën e fshatrave gjatë muajve të verës, atëherë kur produktet bujqësore duhet që të ujiten më shumë,
mungon uji. Mungon uji dhe nuk ka mundësi për të ujitur këto toka dhe këto produkte bujqësore. Nga ana tjetër mungon edhe infrastruktura, mungojnë edhe rrugët që të dërgojnë deri te toka pjellore, deri te toka bujqësore, dhe nëse mbetet vetëm si një nismë e cila është vetëm në letër, nëse mbetet vetëm si një masë e cila do të jetë vetëm një ligj, por e pazbatueshme nga disa aspekte të ndryshme, nuk besoj që do të ketë sukses. E para më duke habitshme fakti që the që në Maqedoninë të Veriut ankojnë se tregu është zënë nga produktet shqiptare, ndërkohë që ndodh e njëjta gjë edhe këtu, është shumë e habitshme. Por sa i takon atyre përfituesve potencial, edhe nëse pra kalon gjithë procesin e konsultimit publik, më pas i drejtohet parlamentit dhe deri në miratim. Flasim që përfitojnë vetëm çiftet e reja që sot aktualisht janë në qytet dhe zhvendosen në fshat, dhe si e kanë pritur fermierët që më thonë që ore këto 100.000 euro na jep neve se dim se si ti menaxhojmë. Kjo në fakt vlen për të gjithë çiftet e reja, qoftë që jetojnë në qytet ose në fshat, por që vendosin të përkushtohen bujqësisë. Vendosin që të investojnë në këto mjete në makineri, ashtu siç njoftove edhe ti më herët, vendosin që të rikonstruojnë objektet e tyre ku do të përpunohen ato produkte bujqësore, vendosin që të investojnë edhe në çështje të tjera që kanë të bëjnë me prodhime sa më të mëdha bujqësore, dhe vlen edhe për ato të rinj të cilët jetojnë ndoshta edhe jashtë vendit për momentin dhe duan të kthehen në vend, edhe për ato të cilët jetojnë në qytet dhe duan të kthehen në fshat, mirëpo edhe për çiftet e reja që aktualisht jetojnë në fshat, mirëpo nuk merren me bujqësi dhe vendosin që të kthehen dhe të fokusohen te bujqësia. Njoftove edhe ti më herët që nuk duhet të jenë më të moshuar se 40 vjeç dhe që duhet që për një periudhë 10 vjeçare të përkushtohen në tërësi realizimit të atyre mjeteve buxhetore të cilat do t'i marrin. Nëse nuk e bëjnë këtë, nëse nuk mbeten të fokusuar në zbatimin e atyre mjeteve dhe realizimin e tyre, ato pare duhet t'i kthejnë në tërësi në buxhetin e shtetit. Është hera parë që diskutohet një nismë e tillë dhe kur mund të presim, le të themi, brenda një viti, brenda 2 vitesh që të një zbatimi, pak a shumë duke parë edhe ecurinë e propozimeve të tjera që ke ndjekur. Duke qenë se ligji është në shqyrtim publik, mund të kaloj shumë shpejt në kuvend, sapo të mbaroj periudha 30 ditore pas shqyrtimit publik. Se si do të kaloj në kuvend, varet, ka mbështetje deri tani edhe nga partitë opozitare, megjithatë ato kërkojnë ndryshime sa i takon nismës e cila është për momentin vetëm si propozim, por kërkojnë që të inkorporohen edhe ndryshime të tjera. Nëse ka konsenzus në kuvend, nëse ka një shumicë të nevojshme, ligji mund të kalojë edhe përpara shtatorit. Megjithatë, mbetet të shihet edhe zbatimi i aspekteve të tjera të ligjit që nuk ka të bëjë vetëm me këtë masë, por kjo është një pjesë e atij ligji. E qartë, edhe një pyetje shumë shkurt në fund, Fatlume, vetë je joshur nga një propozim i tillë, e konsideroni apo jeta e qytetit e vështirë të zëvendësohet edhe aty? Duke qenë se tashmë e kam zgjedhur një profesion që kërkon që të jesh më shumë në hapësira urbane dhe të jesh më shumë afër institucioneve, nuk e kam konsideruar, shpresoj shumë që të ketë të rinj që ta konsiderojnë, duke qenë se fshatrat poshpopullohen. Sipas regjistrimit të vitit 2021, unë kam disa statistika të cilat i sigurova sot, nga 1800 fshatra në vend, 205 janë tërësisht të zbrazura në Maqedoni, ndërkohë që 218 janë me më pak se 10 banor, që është një shifër jo shumë e mirë, të dhëna jo shumë të kënaqshme, duke marrë parasysh se dikur paraardhësit tonë ka jetuar vetëm me bujqësi dhe duke marrë parasysh edhe kushtet klimatike që i ka vendi dhe potencialin që e ka në aspektin e bujqësisë. Fatlume Dervishit, falenderoj shumë që ishe me mua në Top Talk sot. Faleminderit, Angela. Mirupafshim.